Dashur shikues, kjo është Original Show me mua Mehdi Mulaj. Si zakonisht, përballë kam një mysafir, për një temë që zakonisht kur flitet për to, është gjithmonë temë nxehtë, edhe zgjon debat dhe interesim edhe te publiku. Me mua në studio është Isni Berisha, luftëtar i betejës së Koshorës. Tash, ndoshta dikush për ju mund të më thonë, jeni po bajat të fut për çfarë teme. Jo rastisht e thash që është temë nxehtë, edhe arsyeja pse jam të vazhduar me një seri emisionesh të tilla, jam të ftuar njerëz që kanë fol shumë pak, ose s'kan fol fare për këtë punë, për këtë betejë, ama që janë qenë më të vërtetë aty dhe kanë marrë pjesë. Kjo për faktin që jo me kriju amulli e mjegull, po pikërisht me hjek mjegull edhe me kriju qartësi. Isni faleminderit shumë që ardhën në Original Show me tregu gjëra të vërteta dhe origjinale, qysh ky emision veç ashtu i doran, ndryshe si doran. Respekt. Isni, si kur shumë djem, vajza, këtë ata që kanë thonë kontribut për këtë vend, edhe për betejën e Koshorës, kena me fol ekskluzivisht për këtë betejë. Tregona fillimisht kur je nis për Koshorë, kush ka dhënë urdhër më shku për Koshorë, nën komandën e ku je ka e tjera, kena me vazhdu me fol tutje. Fillimisht, një muaj para betejës Koshorës, ne jena konë dislokuar në qendrën servitore Kalimash. 68 pjesëtarë, që në konë beteja të mahershme në Kosovë me ka 6 muaj. Që nërë për asyjet ndryshme në Shqipëni, jo për armatim, jo për sen edhe një pjesë të ty në konë edhe në betejën e mujës. Muj Krasniqit. Muj Krasniqit. Edhe mas i kem kryu ato stërvitje, ato një mujure, komandant e qendrën servitore u kombina Goshë dhe 2 provët Shqipnisë. Ordhë Rifat Qeko, Agron Haradinaj, edhe një kelmend që së më kujtohet me emën, me urdhën shtabit përgjithshëm dhe dislokimin e tërë në ka bon drejt Babinës. Mbi bashkangjit brigadës 138, Agim Ramadani, pse se ka pas emrin atëherë, kishin pa bon përgatitet për hyrjen në kufinë dhe pse nasi na ka ndjeni, nasi pjesëtar. Babina është ku? Për shikues. Babina është afër kufinë Shqipni. Mirë. Në Babinë aty jena shku ju kena bashkangjit aty në pjesëtarëve që në ka aty. 68 pjesëtarë. Ju jeni ko 68? Po, 68. Ju një bashkangjit aty në që në ka aty? Po, që në ka aty qendër stërvitore në Babinë. Vlenë më të sekë se ta 68 pjesëtarë ju ndajë çdo njësi brigadës 138 që ka qëndru aty. Unë personalisht jam konë në komandën e Lanit Ramiz Seriqit. Lani pseudonimi? Lani pseudonimin 21 vejtë. Ato kem najt një javdit, edhe kem fillu me stërvitja petë. Kryesisht stërvitjet i kem bo me Hysen Berishën. Kërja të renit, marrja objektit, ditën, natën. Edhe bu para papi tyre që është gjithë shka në regull. Kem vazhdu për papaj. Edhe tu kem bo një 2 net, i kena bo organizimet e funit. Mas 2 nete kem vazhdu për padesh, me datën 9 prill. Këtë jetë të folë për viko fitare? Po, 9 prill. Para sabaj kem rri ato, edhe kem fillu në drejtim të kufinit. Me Kosovë kënej me dalë? Me dalë në Kosovë kënej. Kër më afru, ofër kufinit, vlenë më cek, ishin kodë vendosin mina hejësat të tonë. U dhe që mina hejësat u shkon në im lushi. Edhe, shport këm javon vani mina hejësat, s'kish pas kaci. Edhe një shok njemi u konë kështu i përgatit i fuqishëm edhe bardë kaj e pat kacin me vejtë edhe në zuri, tha merët edhe vëndu. Mina hejësat dhe këra hinjit në Kosovë mërana. Kër në ratë të proni për ushtë atje, vlenë u cek u shkon edhe të ugu i deldav, dikush thët bedevej, dikush i deldav, po atu ishin konë një njësi pej do burau, si Agim Ramadani, Gjemal Fetahi, Hajriz Marina, Isa Thaqi, Afrim Shureci, do figura që këmë një edhe për para vërta. Edhe në bot 2 togje. Edhe kem fillu në drejtim Trasës, Koshorës, mas aksisht ku këmë i vendosën kundër ajruri Serbë. Me shfak, Isni, ti dyqy më të kështu me lehtësi e thej na hinë Kosovë, a
Pa në të lashe mi ka Jo, asi të lashe. Asi të lashe. A jo? Jo. Që sa mirë? Se në bo përgatitjet edhe vëzhgimet më herët. Dhe më thonë, rezultati veç, shumë shpejt veç e patë rezultati. Edhe kemë fillu në drejtim trasës koshores, saksisht ku ko i vendosur kundër ajruri sërbë. Kërë më afru të kundër ajruri, kanë shpjegu shumë protagonist marrën e kundër ajrurit, se që yshe tek, nuk po du me hima në detale, për ato se u shpjegu. E shpa, kam folë, ata që jenë konë aty, a që si jenë konë? Po, ja, ata që jenë konë, mirë. Ata që jenë konë. Po ata kanë thonë që jena konë një tëgë, po na jena konë dy tëgë. Të Guilo Arit, Ramis Ricet, edhe tëgë që vëdheqa në Toni, Agimi, Gjemal Fetahi, Hajriz Marina, u konë një djalli ri për tyne Isa Thaqi, që si më hëhet. E kena marrë kundër ajrurin, u azisu gjithë shkafi ato. Edhe komandant Agimi ka marrë vendim. Neve në ka që 9 maj të rasës Koshares, tëgën tënë, me tëgën e vetë që u konë të udhejq, i në shku në drejtim kazermës, në unën e djatë. Mas ju neutralizu pjesa e kundër ajrurit? Mas ju kryu operacioni, mas ju kryu klima që... Se do më thonë falë, do më pej pjesës të kundër ajrurit, ka pas të lashë më shku të kazerma, po? Ajo kopi ka më dominante. Të më thonë, njëherë keni neutralizuat pjesë që me pas terrenin më të përstashëm. Ajo kopi ka më dominante asoj vistë frontit. Edhe ajo azjesu shumë shpejt. Edhe kena morë në posedim. Po ne kemi vazhdu në krahën e majtë, rasës Koshares. Naltë. Kurse atje kemi qëndru për 3 ditë e 3 ditë. Agimi ko kanë shu poshtë? Agimi në shu në drejtim të kazermës krahën e djatë. Që këj grupi që i një kohë komplet, i ndonë 2 pjesë? Po. Edhe na kemi fillu 3 ditë e 3 net kemi najtë në rasë Koshares, 21 vetë. Këtë kohën luftime, bërë modhe, atësar, në për do lastika. Ka herë natën më në rruka, pak i këpa të mëndë si lastika. Me datën 11 prill, vjen Agim Ramadani me një skader. Të rasa? Të rasa Koshares, da ishë vitë frontit. Edhe i lypi komandantit tonë 5 pjestarë. Mas e kishin kry pun poshtë, ha? Pas ju bërë kazim, mas nuk më i flasën në pjesën të kazim, mas nuk më thonë, mas ju kry pun aty, ka ornat, e qartë, po. Edhe në quju këna bashkan gjitë 6 vejtë. 6 e ka nalë komandantit, se ishë në vije frontit ato. Në shku 5. Kena vazhdu gjithë më në kratë majtë, këna ratë e përru një poshtë. Lejnë më cekë, da pyti komandantit, ja keni hangër bëkë. Dikush po, dikush, ja keni me vejtë, dikush kishëm, dikush s'kishëm. Kanë ziri bukë, rumëllake, peqante. Edhe ne ka do ka i grështë. Bukë. E kena hangër ata bukë dhe kena vazhdu apet në drejtim 9 majtë gjithë mund. Drejtim të plazë dhe zxarë. Këna dolë një rejze, djilët bërë madhe. Dhe pishat rolla, u konsultu me atë stafin e vetë që ke. Edhe i ka shti 2 djemë, i në hypë në 2 lisa dhe kanë vazhgu terrenin të pushtë. Edhe i kanë raportu. Bas i kanë raportu, atëherë ka morë vendim dhe ka doa 5 skadrën që vërët. Beneve. Sa vetë keni mujtë me konë? Balaj... 15? Qatu dikon. S'ka mujtë me konë ma shumë, numri. I ka doa dhe i kalshu nërmjet 2 zjarë, se kjo ku i lamë në krahën e djatë këta ishë në vitë luftime. Po se erdhë ju morë Agimi 5 vete? Po. Ishë në vitë luftime. Edhe i kalshu nërmjet 2 zjarë, se kur të bijnë tash forcat serbe në prit me neve këta. Kryen luftimet sa ata dikur, sa ata si na si ata. Tash se njerëz po bojnë pak këtë farë pune, pak më të madhe pjasin, edhe pse po është çështje shumë e madhe, por nuk bëhet çka sokon. Ina ko gati barabart. Se 2 partë kena bëjt me krahë që kena mujtë për me luftu. Që kur tërhiqen ta me ro, në prit ty në aty. Strategjia e Agimit. Po, strategjia e Agimit. Na kemi vazhdu apet në krahën e majtë edhe kemi hasë në forcat serbe, na ka pozicionu ashtu që shka mu, që s'ka pasra me bojnë stikome. Dhe për do pisha, ko bërë modhe. Agimi najti me juve? Po, me neve. Veçat pjesët që qete poshtë, për me bëqat strategjin e pritjes, ata shku, po kjo najti me juve? Kjo najti me neve. Na ka pozicionu të mundësi që shënë kam. Pozicionu në ka kështë. Mo gjinë situatë që shukon, po. Krahin e majtë, në vitë drejt, pej 5 metra në 10 metra e më kanë. Në krahin e majtë, Agimit edhe temit në mes, në kandë, Besim Kelmendi. Krahin e majtë temin, për të me e kolit Fihugja. Krahin e djatë komandantit u ko kujtim Vranuci.
para komandante. Pozicioni i Azizit e Emrushit që më kujtohet, edhe një 200-300 metrë në komandante që erdhë me ta. Që ta shku Zhanovi, ja, dhe kanë fillu luftimet. Basi kanë fillu luftimet, ka zotin luftim nuk mëjmë tash me ura ose me minuta, so ka zotë edhe orojnë si të i luftimet. Një pjestari juni, që nuk ju ka dukë që është i pozicionu në mirë. U që dhe ka leviz një pozicion. Komandanti u dalë për i pishësve, të e pytë, atë morë plumi. E ka morë atje këtë pjesën këtu. Do më thamë që të sërëm, agimi të kujdes për ushtarin e vetë, a mos e morë plumi e ka morë tani agimin plumi? E morë agimin plumi. A të mos që kjo është vrasja? Që kjo është vrasja originale. Originale se që shka ndodhë vrasja agimit. Edhe vëra rej pishe, më s'ka pas ato një mohabet për me komandantin. Se deqa në vend. Edhe tërpej më lejfjon, kër e pas që këmë pas në afërsi, në krahojnë e mojtë, ka shajti. Shajti, kër e pas që rëgjaj. Këmë shajnë e Shqip, është lutë fihu gjavë gjallë. Mune shme vejtë që më ka djallë i ri, jo që këmë u ka afekt. Aja varmone. Këmë shajnë Shqip dhe më dalë për ati pozicioni që këmë pas me bërë, krejt. Edhe këmë shtinë drejtim ti. Atëherë më kam bëllu luta me zjarë, i më hinë pozicion. Se mos tish aje sot dhe unë isha vdekur. Do thonë nuk është e letë me të vrarë komandanti? Jo, as pak. As pak së është... Afektu është i gatshëm. I gatshëm është, e vërtej. Së në kontrolo vetën? Jo, së në kontrolo vetën. Jo, që komandanti për dhe shoku ushtarë, cili do që e ki ofër? Ushtari nuk dhëtë me hup kontrolën. Nas të rast. Bili... E kjo e vërtet, po e hup, se njerëzim, tash ti pe kalëzën ta mandë parvojën kështu. Kur ka fillu bëroj intensiteti i luftimi, ka më romja. Kem fillu tërheqjen e tina, trupit tina. U afro Aziz Emrushi edhe Besim Kelmendi për krajt tam. Tani më afronë, më konë thamë, unë një më afroj, por pësi më afroj parën. Edhe këna fillu tërheqjen e tina. Dhe fillu ashtu përpjet, për aty në lisa të rrallë, në këty drejtim të Shqipnis. Ku fillumen të ngre i zhag, orë Ceraliqki, që konë një për luftarëve më të zëtë. Pasoj betejë, edhe pëtë pse kështu. Pse kështu çka? Pse për të rishtin... Pse për të rishtin, sa për jo mesioni për i dhimë të kish. A pse për të rishtin qitë forë? Po, qitë forë. Të rishtë zhagju, se s'kini pas mundësi... Po, i në lodhë. Po, ato në ka, s'ka mujtë me dojnë shëtë. Edhe s'ka full, kur që kanë zirë thejsë në fesë, këna shtinë thesë fjetjes tina. Edhe këna fillu të rjegen. E këna qutë ata lisat e rallë naltë ati, mas i largum për visë fruntit, u dollë Saliqiku, ku i shkoj mërzitun, i shkoj revoltun për robjen e ti edhe na qërtoj. Na qërtoj pak. Vlenë me cekë që prej edhe pina hesit, ku i na shkuat jenë altë, kërit bëra që bëha zezë. Saliqika ishtë në pjesën tjetër të frontit? Po. Kërë të rheqëm na, edhe i orë për neve. Edhe këna dërzu këfumen. Për granatime, kërit ishtë bëra zezë. Të në ndërprej neve vinë të mbështetjes ose të funizimit. Se me pasur mua ta ato ofër, na im ka ofër, ata këshin vërra dhe vetën edhe neve. Po ne ka ndërprej vinë e funizimit. Edhe i na këthy. Në vitë frontin një 3-4. Se lufta nuk mbaraj. Sa persona ketë kër e të rështë agimin? Këtë nga qaj ekip që nga. Qaj ekipi që një ko komplet, po? Edhe një 3-4 nga këthy në vitë frontit. Prapë? Në vitë frontit. Pjesa tjetër kumet? Pjesa tjetër e qunë për shqipë një agimin, nuk ishin nalas në Karaull, për që shkunë në Padesh. Jo ndonë atonë? Po, ishin bashku me kufume në atje dhe kërë nga këthy ato. Tani të i bo mohabet me një për aty në luftarve, për pyti, për emër të më thëta Bastreka. Po më bëjmë në Bastri Bera, këta ori kojt, për më këtë regalë. Edhe atë në të këna bo bashkë ato. Po është edhe tjeta që më interesant. Kërë nga këthy të këna gjithë kujtim vranëcin të pisha. Të pozicionit ku u vra, komandante. I shko të ju silla këlla pishe. Edhe shko shumë keq i shko. Pëjtëm qaj ka ba, pëjtëm, tha. Nuk për shprejnë sa ta. Nëjse, okej. Pse u shtëron. Po jo, po shprejnë, tha, ju kështë dhinë shumë edhe në farforme nuk i shkon gjendit mirë. Qa ku më pohën, tha se, po qa ke po, tha, na që të ke. Në mund përjetimi, e ka po. përjetu rënd keq atë situatë, vrasë në agimit e ketë ato dhe...
edhe pak nuk u ka mirë, nuk u ka mirë. Që është shumë normale. Që e këshpa hu kontrolin. Po, tani kom një edhe në përdo studio, të i thonë që në vend gjaris i na afru, ja këna prej teshat, ja këna qelë plagen, i këna thonë më zdeq, tjetër dikush të i thonë, i kom thonë hajde mas meje, dikush nuk ka agimi, mi ullhejsh dikush, agimi ato për në uko zoti jun. Katal, je të folë për versionin e vrasjes të agimit, a? Po. Kam folë njerëz në për studio tjera që s'jën konë aty, a i të thonë? Jo, konë janë. A movi që kanë... Po e kanë deviju pak rastin, e kanë deviju. Aha. Një farforme vit që se banë në operacion vend gjaris, nuk s'ka pos shanse e punë deri që kanë përfundu luftimet me afru dikush. Mi këqyr plagën ose mi prej teshat ose me bëha sa eksperimentesh. Është e ronë, nuk bëhat. E pse që kjo për e isni? Nuk bëhat. Pse po hieshohen gjonat, pse du të mu hieshu, po thujet vërtetën dhe kash? Unë nuk e ose kuptoj. ti që është njësh kur e nin që situatë, edhe ti e ka në aty, edhe thu o isni, i thu veti, ku ke e bële? Adi është pak. S'kena nevoj na mu bon supermen në vrisni. Menja jam, s'kena nevoj. Po na Se aty luftu bon për bon. na jem bëll ashtu që shina ka. Sakt. Na jem bëll ashtu që shina ka. Po. Se na jem që ata që këna nxjerr sërë pe ka zemrën në pijame. Na jem që ta që na të vitë frontin na kem avancu, jo sërbë. Na i kem nxjerr çdo herë këna nxjerr pe pozicioneve. Na po na avancim, jo ata neve. Bëll është me tregu ashtu që shina ka. Jo me bon film, nuk e di pse edhe ju vjen ranë mi përmend cena liqin që na ka dhënë thesën e knashtin thesë të vjetës cenë. Pse s'u të më përmen? Nuk e di, që tash kanë fillu mi përmend, masi e kom qitë tonë verzion, që tash kanë nisë, po apet nuk pëjthujen të vërtejtën. Ushtë e raun. Kena me vërdu haloa, isni, po veç më interesën që ta që kanë qu agimin për Shqipni. A i ke pa ma jenë këthy. Unë që kumë të hubo. Unë që kumë të Zdi hubo. ku gjë më shumë për ta. Jo, unë më shumë zi për ta. Që kumë të hubo, në me 3-4 vetat në atë. Atë në të kemë po ato. Me maj qatë pik me 3-4 Plus veta. atë nuk u vrave që agimi. Atë në të vrave dhe Harun Bejka dhe Rahmatofa. Harun Bejka është një pej veprimtore pej viteve të 10-ta. është një veprimtar që ka shtinë konsullin në Serbë midis Gjermanie. A përmenën këta në herë? Shumë rrallë heq. Shumë rrallë, pse? Është, nuk e di pse. Është Harun Bejka thash. O Rahmatofa, i Caraleves, edhe vllavë ndeshmëor. O kom për një pej djemve më të fortë asoj visë frontit, që atë ditë të vra. Agimi edhe këta dy në qatë... Po në qatë vitë frontin në vra. Janë vra. Po. A ditë që kjo ka qenë... Po, ata në aty në mejtë atus, kanë mujtë më të rejë. Pe visë frontit po më shku as të karal ulla as... Matutis kanë mujtë ato, tek nesrit. Nesrit mu më ka orë ndërimi, me që ata djemë që nga kom ato. Edhe nga shku, në ra poshtë, këna hini fashtallë dhe këna flajtë. Nuk o po kurqysh 2 orë. Je të tërgu tash masi një këty prapë në front edhe keni lëviz. Jo. Masi bartagimin u këthyt një 3-4. Po unë të shpegua në gjore që nga këthy, këna bujt atë natë. Keni bujt, ta që të tërgu pjesën tutje. Nesrit. Nesërmën. Bas brases, nesrit, ta ka orë ndërimi. Ishëm të latë, i banëm 4 net në jetë e naltë. Uf. Bërë mo dhe atësarësh, u konë shumë konë problemi madhë, e varë punë. Nesrit nga ka orë ndërimi dhe naltë shu poshtë. I na hinë këna flajnë, di farë si plej me punë, këna po shu. So po kërqysh 2 orë Daglasi, me pseudonim Daglasi, Adem Dari. Adem Dari, Daglasi. Po, në ka marë, edhe nga ka qu të Hysen Berisha, 327. Qëfar pozicioni ka pas kjo? Që ka qenë komandant? Që ka qenë? Ose ka pas një përgjithësi? Ka pas, një detyrë, po saksisht nuk e di. Shko, në që ka marë, ka pas përgjithësi me shute... Po, nga ka marë, nga ka qu të Hysen Berisha. Hysen Berisha ka qenë në pjesën? Në pjesën pe vrejture, pe qafës marines, në tonë. Këna shku atje, po konë shi, sklot, burë, luftimet më dha. Vlenë më të se kjo që Hysen Berisha në këmë gjatëjt, në trener ka atë ato. Jo pe qefë Hyseni, po pe luftimet më dha. Po mu i me marrë me menë. Pe shina, pe burra, pe se në u lagu, tërë u lagu, s'ka po s'kuas me shku më në ru. Edhe ka vëdhejsa të vitë frontit, në trener ka ditë ato. Uf, qëfar përgjithësie? Trener ka. Mu do trener në gjyrë bari të shkujnë ka. Edhe, unë me atë skadrën që në shku, ko një pe neo ko Shpen Doka, ko Besim Kelmendi, ko Sadri Krasniqi, në konë një numre. Unë me Lutfi Hoxhën në pozicionu, në unën e djatë vrejtore, një farlugu konë ato, këna përbo një pozicion me gurë.
edhe filluan luftimet. Tan ditën. Dikur mas dite erdhen mysafir të afruan. Edhe nja 2 i ekzekutuam ato. Edhe atë natë kena flajt ata me ta ato. Shumë në fërsi, me ta kena flajt ato. Ka herë baj shumë muhabet kështu edhe si në hajgore me ta prezidekti ata. Po në krajt mojt tërnë, në plagu një shakiju një shpen doka. Një djallë i ri, që sharë për Gjermani është në luft ato, është shtu i Prishtines, shumë ra në plagu. Se ka përmen kush një jetë. Sot për fat mirë, është në Gjermani, ka kriju familje, po është invalid për shkollë tërën. Mas 2 ditë ato luftime, na kanë prapë na këtyn rast Kosharës. Po ka një kur i madh, si sot do kujtohet atë. Po a kryet punë atje te Hiseni? Te Hiseni tash. Mirë, tash po shfaq nevoja me lëviz. Po, na të tash te Hiseni ato kena flajt atë me 2 kufum ato ofër. Do të thotë ju jeni një sit të intervenimit tash ka? Një sit intervenimit ma vonë kena kum kalu. Aha, se dy pesha që jo po nuk ka pas njerëz. Ah, do të me lëvizje s'ka pas njerëz. Nuk ka pas njerëz. Fillimi i të folësh. Fillimi i luftimit po s'ka pas se kanë mungesë. Edhe na kanë çuar te Rosa Kosharës. Na do koni guri i madh aty na kanë pozicionuar. Tan ditën a ditë luftime. Dikur kanë mbrëmje për pshull luftimet. Po më thotë ai shoku si isha me ta, që për mëne, Lutfi Hoxha. Sa i kemi aty të vrojnë së përfuni. Thash, ha? Sa për shumë për i këshyrëm, që i kanë sanet. Për dhullë shumë, poshtë, kullë shumë, poshtë. Ja morëm pajiset që na vyshin që i patën, edhe i mora i parë durmit. Tash kur i kapi durmit, ishin konkret gjak edhe trumut kishin para. Durmit, tash të i fshin durmit, të i pastru. Për një moment më thë të kapëm. Po shpëse ta s'po shë. Që ka më halë? Ta më zuni gjakë. Edhe ku mora këmë këtu në pozicion. Ska qenë më jaftë me lëviz për shkak qasoj gjendë që ka përjetu? Ku konë shumë një djallë shumë i pregaditën, edhe banokimës për pakon aj, se e ka pas të ushtrinë e kryne, u këllë me më shumë matë. Mos për pakon aj banokimës e dësisha. U përkujdes. Gjatë asoj visë frudit shumë për mu. U shumë në diska shumë e vërtejt është. Po ka ku shkut të Rosa Kosharës? Te kush shkut? Te cila komandë? Po atëherë... Shke aty, apo s'ka pas nëj... Atëherë veç na kanë qunë, kanë dhonë orientimin ku më shku, dhe na i na shkuj në pozicionet. Shkuj grupi vogël që keni qenë i agimit që keni met, apo? Po, këtë farisërie dhe ishte edhe mi përshkru për ditës parë që përshkova për një shkak, ose për një arsye. Se për një shumë gjën, u dalë një intervjist, ta i ku mori ku më qo shtarë të loharit, dhe në i ku më vendos ato. Kurse qysh a i më vendos mua ato, kur unë më ko para ti ato. Ajo orë mas meja ato. Dhe më verzione jo të sakta të situatës në gjarive. Po qysh mund të vendos ty dikush? Kur të vishje ato i vendos? Kur je ti ato. Kur ajo orë mund ka gjetë ato. Aha. Unë edhe kum fillu ato luftën edhe kum përfundu. është e parësyshme, pa kapshme është. Po, isni, që da mërmenja, ku është interesi këtë që një situata që të rillohen, thujës, ose shtohen, ose kamuflohen pak do situata? Ku e sheti? Qka po dojnë me mërime që ato? Nuk më i kuptoj, arsyet e tyre s'më i kuptoj, ma mirë është me shpjegu ata. A di ku e kom hallin, isni? Se kur 2-3 persona, 2-3 ose ma shumë, e të regojnë të njëjtën ngjarje, po e të regojnë verzione ndryshme, mande unë si shikus, unë krijoj një përshtypje që thamë këtu diçka ka. Këtu diçka ka të pasakt. Edhe ma nuk i besoj që asoj situate. Edhe shkon të zbeh kjo si ngjarje. Që shka ty zbet gjithësysh po kriju të një faramullie. Po, Pse mënyrë mja më hu njerëzve që në konë ato, që kanë kryu në ngjarje të caktume, pse këto nuk e kuptojnë, pse, cila arsyja. Atë karo me full me ta, me këta që kanë dho verzione tjera, me thonë të paktën shëshnishme i tavolin, me thonë falë për burë. Jo, nuk takohen ata. Aha. Nuk takohen. Ata ishë në studio? Po. Unë jam kohë me një studio, unë kom thatu, unë jam gjeni u përbalu me zënja unë 24 orë. Për ngjarjet ku ti e kon? Për ngjarjet ku e konon. Se ti ma herë mboni përshtypje që kur fole për pjesën e kazermës nuk fole. Po s'ka flasë si kom ato.
Unë për rrosë koshores. Që kjo është përgjithësia që për cilën unë jo rastisht konftu edhe Duhet me ndosa anë. Duhet me fol për ato ka shkel me kon vet. kaq. Edhe ka të shpjegosh ngjarjen ti edhe e përjeton. E përjeton. Po secili për Edhe se pjesën e duket vet. atë që po ec në për ta. Jesni secili për pjesën e vet kur shpjegon. Me saktësi krijohet tërësia. A mo krijohet tërësia e saktë? Apo kupton? Jo tash me fol situata ku si e ka unë dhe krijohet tani dyshime se cila është e vërteta e kësaj. Manej që shkoj Mas asoj, të rasa, mas asoj betejë ato që u kry, apet në arë ndrimi. E pronë ndrim. Shkum po shumë poshtë, edhe po e arsyeshme mu sistemun batalionin e 3. Kompaninë e parë, togun e parë, togun intervenus. Tash Po, erdhëm të togu intervenus. po, në komandën e Avni Rostemit. Edhe ato kemë fillu dektejrin në fund. Të ka të dhe një rast, sa i përket batalionit 3, u kërkoj ke ndihmë shku të batalioni 4, u koj u dhejqë në pjepranë Marashit, e në të saktoj komandon të ju në Avni Rostemi, një tëgë edhe në qaj. Edhe ku shku atje poshtë, u taku me njërën e parë që në apriti ish Vesela Ruqi. Jo për luftarëve, shumë të zatë asoj beteje, edhe në sistemoj, e tash do t'jem që ishin orë matri halose s'kishin përvojë, s'kishin përballu me atë citatë dhe për vesin ku janë të sërët. Po të një dy janë qëtu, tha dekt, ja tha ata gjallë, për gjallë, tha pozicionani qëtu dhe nëzurë dy bume, bja e pa idealit, një unën, tha heqa siguresin gjuhje që kënej poshtë, edhe gjuhjit jaj. E murë edhe tjetërën, ja dhatë njëjtë në veprim, tha banë, e bunë, tha pozicionani qëtu dhe se i ke vrau. Mja hik pak atë farë... Atë dozjazmin, atë farë, po. Në atë farë tremen mja hik, atë tremen. Edhe tani ato kena që dajt për 2 ditë e 2 net luftime. Që thëmë na popli mja prej tutën, a? Po mja prej tutën, mja prej pak tutën. Mja prej pak tutën. Ja, nuk u koha ideale dhe nështë edhe që u të utë, sa i më po që tu si shorë dhe atë. E thash Pa ai pej... Pak me hajgare po dojna me adin... Ka dalë, se ka edhe pse u ko luft, ma mërmene që ka situata komike, interesant, që të bojnë kërë, a ke po ka e njërë edhe kur është në ciklet madhe, isni qitët gazja, të ndodhë në e farë situate, a kina i situatë që të kujtuat, ka dalë. Qysh ju biken men për kafe, po më kalëzën? Dhe mu pak dhe më që ditë, ki do informata shumë që ditë shme. Beza me ima fel. Po këvan jo nuk shumë i vogël edhe nuk është e zashma e varpune. Po. E dhja që shu qitë kafe, atë që ka u bo kafe, po du me një piti. Po. Që zhlona ciklet me pi kafe. Po të kalzova... Ka ju biken men. Të kalzova me qatë shukën, jena ko gati të thuja si të pandash, krejtë kuhën. Pa ju kon shumë i pregaditën. Bartë edhe pesha shumë trona. Ky që i theu kujdes për ty... Po, edhe, kur na dil ke kuo, se kur ishëm pak ma të lirë për luftime, sen, aj, qatë shukoj përgatitën, ka posë edhe bësën e plinit me vetit, ka fësë bësë të vogla. Po, të vogla. Edhe që në zërkën bërë, shtingën dhe mjekonve dhe dhezke, e piske kofën turk, edhe një vetë, një mu. Edhe tash një kolegi ju një atu, po thot, herë, tha po nga zëtë qka drejt, tash po mërë, tha Allah hila, a i drëgun, tha shkosh, tha luta. Dhe me ka luky, po, së është mirë po edhe bartë ke shumë, edhe që shpej bje nërman me pi kafe. Po dhe ti, njerit normal, miron me për kafe, në vitë frontit, veç do të me kojë lujt. Thash po, thash pak i ka mu shkund. Tha që ata është ta bone, tha ferë, ta më tërgove drejt. Po? Thash jo, thash vëqë bërë i ka mush, ja se që më më në ti. Tha leje, tha mu zma hajgore. Cila ma ke pazikër. Po, tha mu zma hajgore, tha që ishtë ta bërë. A kafet ja u kojë ke aty, ne? Po kafet, po. E kë, me pi po pak adin, ish pak, dyqysh se e pa besush, pa adin, do njerëz atë në teren. U ko një farë situate, isni, kur keni dyshu që ju kanë gju sërb helm. Veç ju ka do një farë helmi, këgje i mirë, këgje i shishëm. Po shtë dhe kjo është një pej situata shumë... Që kuj kafës ma ka kalëzuar që to. Është shumë interesante. Tash nështë amon i bje fije kush, po s'ka nësi. Është shumë interesante. Në një informot neve ati në batalion 3, si të rosa këshorës kanë qitë sërbët edhe helm.
Tasha kanë qita s'ka qita në që më konë. Atje, po na erë një si informot edhe ish, i ditë e mirë me deal edhe në Saba, thuja një farfur me gjetëm paku edhe për relaksim. Edhe gati u që frenu me dullëm për i pozicione, mësan edhe rekomandon të ju në bot, ta nuk në regull ke punë. Ta na jem vitë frundit, ta qeni ka bani kështu. Po jam bëlej se po shumë, se baki që tash jem mas 5 minuta, se jem bilit të shfridzojmë që qëta sekunda. Jo, tha heni në pozicione. O loj pa e kry halo minjëraj, muhabetin, na bishin ka 50 mina hesa për herë, për edha. Çfarë grana ti? Edhe tash ajtë i nga mi morë qontën. Që kë? Një shuku, një varizet shaboni, me emën i përmeni, i përkozi. Okej. Edhe po vjen një farejre. Edhe po thot, komandontit, po tha, ju thash brahin në pozicion, tha se që ndu këta gjujtën, tha dhe gaz. Gaz apo helum, apo... Tha se e këm posin informotën së të rosa ka ndodhë që shtu. Tha, gjithë një gasmoskat. Edhe në ata shtu një gjithë gasmoskat, a i klyp të i shuku për gasmosk, se ka këtë, shka të qonta. Kur shka të qonta, t'ja kështë babon, prej dhe e mina hezë si qontën, kajtë prishan. I ka ratë të qonta, dikon, po. Po, edhe aja kështë pos një parfum që ja kështë blej grus. 3-400 marka atëherë. Në atë ko, po. Ka thonë, se grunë e thmini shpos Kosovë, ajo orë për Gjermonije, ka thonë, që pështaj t'ja qaj grus. Edhe kër e ka qelë qontën edhe pini nërën e të bertet, ta o lele se s'ka karan, ta... Helmi, ta po parfimi, jam po qëfar parfimi për mi dismole. Edhe ta është pak edhe shumë mërë, që janë nisi po shone po gjunë, drejtim serve, tha, parfimi që ja kom blek grus, sa më shkaj. Ma dhe ti, qysh mi dalë grus për para? E ka pas halën... Po dhe të, se i qështë të hanë grus, ta kom shumë... I pas ka shti fjallë ngusht? Po. E, ka thonë mi shti fjallën ngusht, vish me kryen zjerë. E vërtej. I pas ka shti fjallë ngusht. E vërtej. Isni, qysh vla mashtrove shokon tënë në ruje? I the flenjë të shlirë së më po të ruj. Jesë se mashtrove, po të Ti rame në gjumë gati si pajatina. Jo, kështu ishtë puna. Në tash e kojnë pjekën, ka pas edhe shërbimin në shtara krynë, ka pas nga 30 vjetë, ka pas 20 vjeqari më konë. Edhe gati kajtë kërë në përpozicione më konë me ta. Dhe një natë vanë që këtë pjesën e tretë, këtë pjesën e dytë këmë konë batalion tretë konë, u lenë më të sekja që nësim në rukurë, kem flajnë një stikome, kem bo trasheti, kem bo pozicion, kem bo bunkerat dhe këna flajnë atus, ka pas në ndrime. Që aty e këni pas jetën? Që aty e këna pas jetën. Qaq? Edhe aj, dikur ma zhjus në, sa apo flenë, apo flajnë. Po ta shonë me i thonë, atina që... Po flajnë, Po flajnë jonë, unë e disha që unë nësë qënë adejnë saba. Edhe aj jetë qutaj. Thash ja, mërë, thash flajnë ti se për rjonë. Okej, ta ma në ka nëzonë gjumë e thonë. Veç ju më këthy tjetër në kranë. Pa ti ku me ditë që ka dollë gjumë, dhe më ka po mua dhe po bërtet. Pe gajles, gjumë din me ngucë të një, po. Po më bërtet, ta qa bone, vërë, ta shumë zoni. E ty veç shumë zoni, po me qëllim e bona. Ta shumë zoni gjumë, ta shumë e bon. Tha po vi, e ma orë, tha më na prej, dikush të ashtë, po na kështë prej, burë, jerë këna me dek. Jo mërë, tha po s'po du më tha me dek, tha unë, tha. Bete dhe se po luftuaj Jo, jeshtë po s'po du tha me dek në gjumë, tha unë. Në gjumë dhe, më shku pash njëri. Po, më shku pash. Ja pas ke vëtë se i thënë që ka e nona kër shkën atë fëmin mi qitë me ro, e flenë nona atë fëmija quët. A din, ti ke flenë da ju quët. Po, e vërtej. Jesni, unë e di dhe një rast që i kom një moment shumë ciklet shumë, edhe faktikisht i veç ke dalë, që e thëjmë na, ke dalë më vëra, po që e së di qëto. Spirgo ma që i citatë kur ke dalë pe bunkerit. Që i ka tha vetja diçka, dek për dek, jam bunker jo. Shumë e vërtejt është. Patëm luftime, shumë të repta në afërsi. Edhe tash, qa afërsi u konë vëzhgusë të tyne edhe pishtarët të tyne, që ishin në ballafësi me neve, i zbulun saksisht ku i kim në pozicion dhe i dhanë koordinatat. Edhe tash edhe na u këthynë me artilleri. Ato për tërheqin na u këthynë me artilleri, na rrashin. Qa që fërë që e reke bunkerin, her për pora, her për mrope, her shmojt, her në gjatë, her në derë, dikur ma hupi kontrolën.
Thash ta des, ty më shef, thash po dal po des. Po des si burrat. Aha. Edhe më dal ku më bërtit. Shunalën që kono me dikit rënë burr. Po më thot ai shoku bilet tash është policit Kosovës ne vlenin fëninjse. Thash ne bërça bona shkupa. Tani bashkë hajgore me ta masënej, thash jo, s'dejsha me dek të ik. Thash hek na çesh në bunker, këtë çesh. Thash këtu bilenisa me dal për botë, thash po që unalen. Fati kur e njerit. Tash, kur e menon që situatë, aja nis tash motut për atëherë. Çfarë veprimi bën njëri në afekt? Ja të bon në afekt, se tash Në afekt. nis me nal me menu ato të rçethet trupit. Po dhe. Kanë duhet ai çu. Po. Çu sherdh ai rast edhe po këto janë ngjarje që nuk harrohen. Nuk janë ngjarje. Janë ngjarje. Isni a mbledhin në herë shoqënia? Ç'ky grupi? Mbledhëm. Ata që keni pas fatin me kohë gjallë. A mbledhni, a diskutoni, i rikujtoni këto gjona? Po. Kujto për nisa më ta tregullin ngjarje. Po, patjetër, sa dush. E pat përpilu një plan komandanti ju në Vlerë Rostemi për marrjen e shkozës Mulliqit. Dhe me qitugun intervenues, edhe me stafin e komandës. Ata i din ato sene ma mirë, po të shpjegoj ngjarje që akum përjetuon. Edhe erë një mëngjes, sa kena me shku kështu. Edhe morë të ugun intervenues, edhe nisu majna udhëheqke. Kër në shku shkozës të Mulliqit, hasëm në mina, që këshin fortifikua ta dhe i heqëm minat, jonë, ata kolegë që këshin që vërshin me mina me të, edhe fillum luftime. Da u plagun 2 shokë të unë, ata patën këgja shumë humbje dhe morëm këgja do material në ato, ty në si në zonëm. Edhe për fatë të unin, tash u dëfke se ishëm numër i vogël, u dëfke me këthyna të plagostit. Njerë këna këthyna, tërhjek, nuk u bon kur që është 40 minuta në ato krejt e ka shkrinjat pjesë. Që asë kufumat neve ka po shonë së në uzimë. Qëfar fati? Se ata e kam pas informatën që aty janë pozicionet. Në fatkesin e tyne, fati jënë, tyne 2 kolegëve të unë. Po, përkuptoj. Ata e më tagun Azem Biligosh dhe një minerë Haxhivi Ravec. Ata e mbos sebeb që ju dashmi të rreth që edhe me pështu prej qëti bombardimit në natës që ata me që ka pas. Që asë kufumat, s'ka pas shans me gjithë ato. Qa që ku bombardim, i hata shumë. Farë situatë, ha? Shumë ku situatë, arom. E të kjo pjesë që të pytan për shoqënia, takoni, a bisedoni? Po. Se është këgja, nuk është e djetë më këthy edhe herë. Se çdo më thonë më këthy fizikisht në pozicione, isni po kur kthesh me mendje, ti veç jem pozicion dhe luftime, jenë që ka heri bojmë të neja, ju shpesh, se keme ku tash edhe obligimet, ju në rritë, në që kejpë dhe Allah. Normal, po mos më harru me zveti. A mund të bëmë shpesh, darkujmë ose drekujmë ose edhe bisedujmë, po në kretë kuhën, që të bisejda i bëmë atë me zveti. Nuk mu i dolëm për kësojnë, shumë interesant. Jo, faktisht edhe kur mbledhni për qatë qëllim. Për qatë qëllim, nuk mu i dolëm. është koha nështë ma e mirë që e keni përjetu bashk. Sepse e keni pas një luft shajt, ishni. Ka gjoma që se me luftu për anë, atër s'ki qare, sa fillon me ndru temën, me hinë i laf. Po, thëmë të shkencës, vish ku të shish vetë jetë të shit e rova, apet një stikome. E vërtet, nuk se nuk më nikë. Nuk më në shmik. Nuk më nikë. Pa më në shmik. Nuk më nikë asë vetime. Dhe mon, qësh një thash kur të boni, kur... është një farë atmosfere, këgja... Se mu më ka ndohme në konë që si rrethit njerëzve. Nuk mund është më një ma mirë në shas me familjar tu, se me ta. Nuk shumë interesant, se... Gjithë shkofë në besejde, nëse që atë e ki shumë... shpirt dërë, me thonë me zveti. E ki pa, kur farin të rejsi. Edhe e ndonë ato që... U konë diçka shumë e modhe. Që ke liftu me vdekin. Edhe eri kujtën e biseda me ta është. Por duhet të fjallë tash, të thama këdisht dhe shqip, brothers in arm, dhe mënë vlazën Tormës, që kjo është një lidhje, është që është zërë me shkëput. Ska kur që që hinë mes qësaj mardhonjes. Ja, nuk mund depërtazion. Ja, sun depërtazion. Hiq as interes, ja, më kërë mush mu jëllnu me shokun tonë,
për çka ketë pa lidhje, po kur vjen që të puna prapi një bashkë. Si çaj marrëdhënie nuk putet. Nuk putet, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Tregomi sni për mas lufte. Po do më s'po do më të vetë çka ke bëu që është e gjin, po më intereson një detaj që edhe tjerë që kum pasur në studi që kena vot për të njëjtat situata. Është diçka shumë e rëndësishme tash lufta, unë them bile shpesh e përdorin fjalë me shoqëni, lufta si luftë është një periudhë caktuar. S'luftohet ton jetën e botë. Jo. Është një kohë kur lufton edhe kryet lufta. Po faktikisht lufta e vërtetë është mas lufte. Se lufta mas lufte është luftë e përhershme. Tash, këtë të që i tërgove ti, për jetimet tua, pa tjetër që kanë lënë shenja në psiqikën tone, e të aty në bashkëluftetarëve, e të cilit që ka përjetu. Isni pyetje direkte, a o marë kush me ty o vlla? Jo, Në aspektin psiqik, Asnjëherë. psikologjik, Asnjëherë. me u trajtu, nuk do me thonë që ti si e mirë në kryp se trajtosh, Asnjëherë. po është një përjetim me isni që nuk është e thjesht, nuk është e lehtë. Jo veç me mu, po me këtë shokët e luftës që kam kontakte, e rrim, e bashkëbisedojmë, asnjë nuk u trajtu, as kush të mirë. Kjo është edhe ajo arsye që ka dhe shumë luftarë që kanë bën vetë vrasje, kanë bën ashtu në vepër që nuk i ka takuar sene, po mos kujdesja e institucioneve. A kem dështuar që të pikë brisni? Besoj që po. Qysh njihesh ti si një pjesëtar i UÇK-s, kur i shet që të sulmet që bëhen, qoftë për veteran, qoftë për luftën e UÇK-s, qoftë për betejën e Kosharës direkt se ka pas, edhe kur diskutohet që ke betejë e Kosharës, shumë për ka njerëz që suje durojnë që to isni. Thuti që Kosharja sikur t'i shkon një shtet tjetër ju në Kosovë. Po për që të vend në luftu për isni. Ti qysh e përjeton që to sulmet. Shumë e ligë dhe shumë e rronë është ajo se të veç më shku me këshyrë me i pa të 114 djemë 3 që në vrarë, për gjitha viset të Kosovës, edhe me i pa me asy që po ti, është e pafalshme. Është e pafalshme. Qa kanë pasë ta ma shumë e dhonë se jetën e vetë. Për mja mundësu së tyne njerëzve me jetu lirë. Edhe me fol tash. Edhe me fol tash. Nashtë edhe me i fy. Qa u deshte me dhonë ma shumë, qa ka pasë me dhonë ma shumë aj. Po më doket si na të ditë mi dallu në qëto dy gjona. Isnin e X në Y që ka dhënë kontribut. Menimi jam, e kam fjallën deri, po supozoj 12 qershor natën on. E qartë? Qatë periudhë ndaje për pjesës mas luftës. Isnia ka vujt mas luftës me po tullit zeze për burë. Po mos jashti dy gjonat një thes. Nuk është a Isnia i 99-98-ës? Bravo. Që to po du me thonë, a ka mundësi mos, nëse goditet Isnia, faqë po flasëm direkt. Isnia letë goditet, po ka zë pse pe godit Isnin. Nëse është korruptu, ka bo gjona, që ka su dosh me bo mas luftës, falë për shatu, po mos ma lidh me luftën dhe UÇK-s. A bën qëto mi ndo? A di pse unë shumë ndoj, ma shumë çështë e xhelozia. Aha. Se na jem si popull, jem luftën për xhelozi. Se durojmë suksesin e tjetër. Jo, se durojmë suksesin e tjetër, edhe është problem. Nuk e quaj në ndaj sukses, unë kam pasur, unë një obligim atë punë, që kam kryer një argat ndaj Ivanit tem. Po, ka rezultuar me sukses. Ja, me rezultat. Ç'kjo është? Ja, ka rezultat gjithçysh. Kaç. Po, unë nuk nina para tyne, nuk kum këshyr, ose asnjë pjesëtor, asnjë pjesëtor i UÇK-s, asnjë koleg i jam. Unë nuk kum taku që kanë një ma superior para tyne. Ata gjithmonë vonë ki mundon para neve ma superior. Pse arsyeja? Arsyeja se e ka pas mbushën. Nuk e ka përgjigj. E pse kjo në ja? Të na shqiptarët të qështu. Unë jë mbarë në qatë përfundim, kur gjë tjetër. Edhe gjithë të fyret që bëhen. Kur gjë s'ka tjetër, veç punë xhelozie. Se tash, a i të mjevë që i linë 2000-ën. A i ka ledzu, ka pa, ka një, për ushtërinë të Ligjërat të Kosovës, edhe që ka përjetu këj popull për para, e pyet babën e vetë. Babë, ku je konti? Ma mirë me i kalzu, s'ma ka marrë menja, ose kom pas një punë ma më rëndësi, ose më kondikon tjetër, ose diçka, se mi fyj. Aja një në vetën keq me thonë, mi kalzu rezultatet dhe sukseset e djemëve të luftës. E duhet me fyj.
Çfarë moshe ke pas bab, që ka qenë po ku ke ti, po i nese. Edhe i kanë edukuar dhe kanë trefishuar, kanë katër fishuar të frymë. Plotësisht pajtoj me ti. Kur gjë s'ka, veç punë xhelozie. Punë xhelozie. Te hiqem gjatë xhelozie, gjithçka ka me qenë rregull. Kena lexuar histori për isni te unë. Nashta që secili kena lexuar histori veç nuk di që ka pas luftë më që ka kulmu sukses shumë sikur që ke fundit. Në historitë shqiptarëve. Kena luftuar, mo ja kena luftuar na shqiptarët as di kush ka luftuar valla. Për çit liri. Po gjithmonë ka fundi na kanë dështuar, kena nxon thuaj se s'kena pas fuqi më shumë. Po këtu kombinuan tan ato valla. Na ato mish ke çapat hop edhe u kry mohabeti. Po që kjo është ai suksesi, u që kjo se e ka udhëheq, u që kjo në ka udhëheq dikush i mëshëm. Aja mençuria e tij, zyrësia e tij ka arrit me bindë edhe botën me kohaleati junja. E një pjesë e këtyre njerëzve nuk mu jetë dëruin. Nuk mu jetë dëruin atë sukses. Po tash, izni nëse... Pse su jetë dëruin të ka dzuave xhelozia? Pse kjo në ja? Po s'ta ka ndalu kërkush. Që më të botash? S'ta ka ndalu kërkush. S'ta ka ndalu kërkush. E hapën o ko. E hapën o ko. Si reo ko e hapën. Tani një shumë gjenë. Jo nuk mujtë se o kon filoni. Po pse zvishe ti, s'ka mujtë kërkush me të nalë ty sukseset dhe rezultatet tua. Kur të kështë tregu ti rezultatet dhe sukses, vetë venit kështë lyp, kështë për pola. Ato në arsye ma që... Po, ti s'ke mujtë me gjithë arsye vërisni mës me orë lufta? Ti s'ke mujtë me gjithë arsye plakës? Jo, për unë jam ka në Gjermani. Po, s'ke mujtë me gjithë arsye për me thonë qëto se marrë për shto, se marrë për këto, s'mu e dorej, këto s'mu e dorej këto, a? Jo, nuk jem nisë për ati parimja. Po, se nisë, po ke mujtë me gjithë arsye për burë? Ku mujtë me gjithë, po s'kum desh me gjithë arsye. Unë e kum ditë që... Një qëllim u ko këtë? Po. Që aty u dash më bashkëton? Unë e kum ditë që e kam obligim për venin tim edhe kry muhabeti. Edhe më mi kry ashtu që shku mujtë. Edhe kum ditë. Nuk pam që e kum punë e namë të madha ose nesi. Po e kum kry ashtu që shku mujtë edhe kum ditë. Obligimin tam ndaj venit. Qaq? Në këtë shpije, së në shpije quj, ku që kënë. E kam ndërtu dikush para meje. Unë e njëna krenorëve që kom ditë më rështu dhe me hinja të në të shpije. Jo me shku një kratë tjetër. E sot me morë puna mu një keqë, ose me fy, pas një nevoj. Që kjo është shumë e ronë, isni. Që kjo është e ronë, mjë dha mundësia gjithë kujt me fy një diçka shumë të shajt që i kemë, për besë është e ronë. E ronë. Nuk është e thjeshtë aja. O dhonë shumë për që ato. E ata mërmenja që s'podina me rujtëve, isni. Ata mërmenja që s'podina me kultivu. Se ti e qujtë e shpi. Shumë e sakt. Po ta shpia do në majtë. Shpia do në majtë. Do në kujdes për ta. Se për nyshe shemet. Shpia do mirë bojtë e gjithë. Absolutisht. Për kujdes e gjithë. Se jo rasisht në u kanë gju do gjona. Kjo... Nuk e di që më ta. Qatë fërsh ma shumë është tejper. Esni, a kime shtu diçka tjetër? Jo. Ta di për njerë që i ardhë me të regu gjanat originale, ato shka vet i ke pa e i ke prik me dur tua, se që i ka qenë qëllimi, pse ne jemi pa edhe jem këtë në studia të bisedu, për me full gjana që ati ke pa i ke një. Faleminderit shumë që i ke nërru mu edhe original show në përmes neve edhe shikusin. Respekt, gjithmonë me respekt. Faleminderit. Dashur shikus, ky është original show. Kush ka gjana originale me të regu, ky është vend i duhur. Mirupafshim.